këshillat e imamit Ejub Sakhtiani, i cili ka thënë kësaj: kush e do Ebu Bekrin, ai e ka ndrequr dhe rregulluar fenë e vet. Kush e do Omerin, ai e ka qartësuar rrugën. Kush e do Uthmanin, ai është ndriçuar me nurin e Zotit. E kush e do Aliun, ai është mbajtur për nyjes fort. Dhe kush flet mirë për shokët e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, ai është i pastër nga hipokrizia. Pra, siç mund të shohim në këtë këshill, Ejub Sakhtiani, Allahu e mëshiroft, përmend se 4 sahabët që janë njëherësh edhe sahabët më të mëdhenj kanë vlera të veçanta dhe se nëpërmjet tyre ne arrim që ta rregullojmë fenë tonë, por krahas tyre respekti ynë duhet të jetë për të gjithë sahabët. Arsyeja, dhe në këtë edhe fshihet të rëndësia e kësaj këshille, arsyeja pse janë përmendur këta sahabe në veçanti dhe është folur për sahabët tjerë në përgjithësi, qëndron në faktin se, siç edhe do të shohim me lejen e Allahut te bareke ve teala, është bërë përpjekje që të përbalten figurat e sahabeve, të njollosen ata. Dhe nëpërmjet tyre njolloset edhe vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe kësaj të goditet feja. Prandaj nëpërmjet njohjes tyre ne në fakt arrim që edhe ta ruajmë fenë tonë.